Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Për te kalas e lagjeve karakteristike, turistët që vizitojnë Gjirokastrën po zbulojnë gjithnjë më shumë edhe urën e Alipashës. E vendosur mbi lagjen Dunavat, kjo vepër monumentale e shekullit të 19 ofron histori, arkitektur dhe pamje mbreslënëse, duke e kthyer në një nga ndalesat më të pëlqyera për vizitorët e huaj. Delvina po kthehet në një histori të gjallë mikpritjeje që po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë të huaj. Samuel Koshi erdhi fillimisht si turist, por u mahnit nga qyteti dhe banorët duke vendosur të jetojë aty dhe të bëhet pjesë e ekipit të futbollit të Delvinës. I impresionuar nga përvoja e tij, ai ka ftuar edhe miqtë e tij, të cilët janë surprizuar nga bukuria, qetësia dhe mikpritja e zonës. Mbrojtja e mjedisit mbetet një përgjegjësi e përbashkët e institucioneve dhe qytetarëve. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit edhe në Gjirokastër nuk mungojnë thirrjet për më shumë ndërgjegjësim dhe ruajtjen e pastërtisë së qytetit. Qytetarët apelojnë për kujdes më të madh ndaj mjedisit dhe për hedhjen e mbetjeve urbane vetëm në vendet e përcaktuara. Në vendin e quajtur Rura e Lumit u zhvillua sot një aksion për pastrimin e shtratit të lumit Drino. Ishte zyra e administrimit të parkut kombëtar Vjosa që mori këtë nisëm, së cilës ju bashkuan edhe institucione të tjera, madje edhe nxënës të shkollave. Ju njohim tani më gjërësisht. Bëhen publik emrat e antarëve të dy jurive vlerësuese profesionale dhe pranvera digjitale në festivalin e pranverës. Ky event, i cili rikthehet pas afro 2 dekadash mungesë, do të zhvillohet në datat 6 dhe 7 qershor 2026 në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe do të transmetohet live në rrjetin e RTS1 HD, RTS Muzikë dhe Radio Tirana. Heshtje. Një kujtim i largët. Organizatorët e festivalit të pranverës në Radio Televizionin Shqiptar kanë zbuluar emrat e antarëve të dy jurive që do të vlerësojnë këngët konkurruese. Emrat njohur të muzikës në vend, por jo vetëm, nga bota e artit gjithashtu i bashkohen eventit më të madh kulturor të kësaj fundjave, i cili premton net të paharrueshme me rikthimin e tij pas afro 2 dekade. Vlerësimi i artistëve në këtë festival do të bëhet përmes 2 paneleve paralele. Juria profesionale e përbërë nga emra mjaft të njohur në fushën e artit: Ledina Çelo, Kejsi Tola, Kamila Islamaj, Markelian Kapidani, Eriona Rushiti. Krahas kësaj jurie do të funksionojë dhe ajo e pranverës digjitale, e cila përfshin figura nga bota e artit, marketingut, biznesit dhe moderimit. Sara Berisha, Amos Zaharia, Krista Merkoçi, Arion Muça, Rizarta Hoxha. Gjithashtu është bërë publike edhe mënyra e votimit. Vendimi përfundimtar për përcaktimin e këngës fituese do të merret ekskluzivisht nga vlerësimi kombinuar i të dyja jurive, që i jep përparësi aspektit teknik dhe aty profesional. Formula e vlerësimit do të jetë ndarë në raportin 60% e peshës së votës do t'i takojë juris profesionale dhe 40% e saj do t'i takojë juris pranvera digjitale. Ky event do zhvillohet në datat 6 dhe 7 qershor në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe do transmetohet live në rrjetin e RTS1 HD, RTS Muzikë dhe Radio Tirana. Heshtja mbaron këtu. Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 7 në segmentin Skërfit-Sarand, pranë zonës së quajtur Fushëvëri të Delvinës. Sipas të dhënave paraprake të policisë, automjeti që drejtohej nga shtetasi me inicialet OM rreth 20 vjeç nga fshati Lazarat është përplasur me një automjet tjetër që drejtohej nga shtetasi me inicialet EB rreth 35 vjeç. Si pasojë e përplasjes së fortë, 20 vjeçari ka humbur jetën në vendngjarje. Ndërkohë drejtuesi i automjetit tjetër, shtetasi me inicialet EB, si dhe 2 pasagjerët DT 56 vjeç dhe AL 47 vjeç kanë mbetur të plagosur dhe po marrin trajtim mjekësor në spital jashtë rrezikut për jetën. Nga informacionet paraprake mësohet se njëri prej automjeteve ka dalë nga rruga dhe është përmbysur pas përplasjes, ndërsa mjeti tjetër ka pësuar dëmtime të shumta. Në vendngjarje kanë ndërhyrë menjëherë shërbimet e policisë, ambulancat dhe forcat zjarfikse. Grupi hetimor vjon punën për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit. Për te i kalas dhe lagjeve karakteristike, turistët që vizitojnë Gjirokastrën po zbulojnë gjithnjë më shumë edhe urën e Alipashës. E vendosur mbi lagjen Dunavat, kjo vepër monumentale e shekullit të 19 ofron histori, arkitektur dhe pamje mbreslënëse, duke e kthyer në një nga ndalesat më të pëlqyera për vizitorët e huaj.
Të huajt po tregojnë gjithnjë më shumë interes për të njohur nga afër trashëgiminë historike dhe kulturore të Gjirokastrës. Përveç kalas dhe lagjeve karakteristike të qytetit të Gurt, vizitorët po përfshin në agjendat monumente që ndodhen në zonat e sipërme të qytetit. Një nga destinacionet më të preferuara mbetet Ura e Alipashës, e vendosur mbi lagjen Dunavat. Monumenti i ndërtuar shekuj më parë vazhdon të tërheqë vëmendjen e turistëve, të cilët zgjedhin të udhëtojnë në këmbë për ta vizituar nga afër. Ura e Alipashës më ka manitur me historinë që mbart dhe arkitekturën unike që ka ruajtur ndër shekuj. Ky monument përfaqëson një dëshmi të gjallë të së kaluarës dhe një nga pikat më interesante për të vizituar në Gjirokastër. Udhëtimi në këmbë deri në këtë pikë është po aq i këndshëm sa edhe vetë monumenti, pasi rruga shoqërohet me pamje mbreslënëse dhe qetësi që ofron natyra. Kombinimi i historisë, arkitekturës dhe panoramës vjen shumë këndshëm. Na pëlqeu shumë ky udhëtim. Nuk është vetëm vlera historike e Urës që i bën vizitorët të ndalen në këtë pikë. Panorama mbreslënëse që ofron natyra përreth, e kombinuar me stilin unik të ndërtimit, krijon një përvojë të veçantë për turistët. Shumë prej tyre shprehen të mahnitur nga arkitektura e monumentit dhe peizazhi që e rrethon, duke konsideruar Urën e Alipashës si një nga pikat më të bukura për të vizituar në Gjirokastër. Ura e Alipashës duket se ndërthuret në mënyrë harmonike me peizazhin, duke u bërë një pjesë e pandar e këtij destinacioni historik dhe natyror. E vendosur në një zonë që kërkon pak ngjitje në këmbë, ajo ofron një eksperiencë të veçantë për ne. Kjo urë është më tepër se sa një monument historik. Është për të vlerësuar mjeshtëria e ndërtimit, rëndësia historike dhe peizazhi mbreslënës që e rrethon. Vizitat në këto monument dëshmojnë se interesi për turizmin kulturor dhe historik në Gjirokastër vijon të rritet, duke kthyer qytetin në një nga destinacionet më të kërkuara për vizitorët vendas dhe të huaj. Delvina po kthehet në një histori të gjallë mikpritjeje që po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë të huaj. Samuel Koshi erdhi fillimisht si turist, por u mahnit nga qyteti dhe banorët duke vendosur të jetojë aty dhe të bëhet pjesë e ekipit të futbollit të Delvinës. I impresionuar nga përvoja e tij, ai ka ftuar edhe miqtë e tij, të cilët janë surprizuar nga bukuria, qetësia dhe mikpritja e zonës. Gjithnjë më shumë të huaj po zgjedhin Shqipërinë jo vetëm për ta vizituar, por edhe për të jetuar në të. Njëri prej tyre është Samuel Koshi, i cili mbriti në Delvin disa muaj më parë. Fillimisht erdhi për të takuar një mikun e tij, por mikpritja e banorëve dhe njohja me ekipin e futbollit të qytetit bën që ai të ndryshonte planet. Sot Samueli mban veshur fanellën e ekipit të Delvinës dhe konsideron qytetin shtëpinë e tij të dytë. Jam këtu prej 4 muajsh. Fillimisht erdha për të vizituar një mikun tim që jetonte në Delvin. Ai më tha se peizazhi ishte shumë i bukur dhe se njerëzit ishin të mrekullueshëm, kështu që vendosa ta vizitoja. Më pas u prezantova me klubin dhe njerëzit e Delvinës më pritën aq mirë sa më kërkuan të qëndroja. Tani jetoj në Delvin dhe luaj për ekipin e futbollit. Që atëherë kam vizituar edhe qytete të tjera si Vlora, Korça, Maliqi dhe disa vende më të vogla. Duhet të them se të gjitha janë shumë të bukura. Megjithatë, tani që jam këtu, do të jap merit të Delvinës. Njerëzit këtu më duan shumë, ndaj nuk mund të veçoj një qytet tjetër. Edhe Saranda mbetet një nga qytetet e mia të preferuara. I impresionuar nga eksperienca e tij, Samueli u ka sugjeruar edhe miqve të tij të vizitojnë Delvinën. Njëri prej tyre, i cili e vizitoi së fundmi qytetin, tregon se mbeti i surprizuar nga bukuria natyrore, qetësia dhe mikpritja e banorëve. Kam ardhur këtu në janar, por Shqipërinë e njoh edhe më parë. Më pëlqen shumë Shqipëria, sepse njerëzit janë shumë mikpritës. Tani më ftoi një shoku im në Delvin, kam ngelur i impresionuar. Në një kohë kur Shqipëria po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë nga vende të ndryshëm të botës, historia e Samuelit tregon se për disa prej tyre udhëtimi nuk përfundon me një vizitë. Delvina me mikpritjen, traditat dhe jetën e saj të qetë ka arritur të fitojë zemrat e njerëzve që vijnë ta njohin. Mbrojtja e mjedisit mbetet një përgjegjësi e përbashkët e institucioneve dhe qytetarëve. Në ditën ndërkombëtare të mjedisit edhe në Gjirokastër nuk mungojnë thirrjet për më shumë ndërgjegjësim në ruajtjen e pastërtisë së qytetit. Qytetarët apelojnë për kujdes më të madh ndaj mjedisit dhe për hedhjen e mbetjeve urbane vetëm në vendet e përcaktuara. Mjedisi është një çështje e të gjithë qytetarëve dhe sot në këtë ditë që përkon me ditën ndërkombëtare të mjedisit, apeli jo vetëm nga shoqatat mjedisore, por edhe nga qytetarët e thjeshtë është
për një qytet më të pastër dhe një ndërgjegjësi më të lartë nga komuniteti, edhe pse Gjirokastra cilësohet si një qytet i pastër edhe pa ndotje të mëdha qoftë nga ana industriale apo edhe mbetjet urbane, qytetarët në Gjirokastër jo vetëm në këtë ditë, por shpesh kanë shprehur apelin e tyre për ndërgjegjësimin që duhet të ketë çdo individ për mbajtjen pastër të qytetit dhe hedhjen e mbetjeve urbane në vendet e caktuara. Jo tani që herdi qoko, që herdi pranvera, atë duhet ta keni pastërtin, duhet ta keni për të jetën. Po këto të ratë nuk do t'ja dinë. E mare hithë në dritarja i thëndej, ambienti është për të gjithë njerëzit. Tani që është behar të bëftënena duhet pastërtia se zben. Njerëzit e në dritarja që ka, po nuk të kneve që jemi në një palat atje nuk parahedit. Nuk parahedit, nere janë dërgjesuar dhe diku njerëzit. Nuk të them se janë ashtu, por ata duhet i pastrojnë. Gjirokastra ka një 30 vjeç, po e mbarë mirë pastrimin. Si gjithë Evropa, që nuk hedh njeri nga balkonet e përposh. Duhet të hedhim tek vendi që duhet hedhur, tek kazani mbeturinave. Duhet të ketë pastërti, se janë të gjitha sëmundje për njerëzit. Kultura qytetare shpeshherë bëhet protagoniste e ngjarjeve mjedisore, ndërgjegjësimi i cili duhet të fillojë që tek fëmijët e deri tek moshat e mëdha dhe ndër të tjera na bën qytetar më të denjë të Bashkimit Evropian. Në vendin e quajtur Ura e Lumit u zhvillua sot një aksion për pastrimin e shtratit të lumit Drino. Ishte zyra e administrimit të parkut kombëtar Vjosa që mori këtë nisëm, së cilës ju bashkuan edhe institucione të tjera, madje edhe nxënës të shkollave. Së bashku sot në ditën ndërkombëtare të mjedisit dhanë shembullin e tyre të komunitetit për kontributin që duhet të dhënë në mbrojtje të natyrës. Zyra e administrimit të parkut kombëtar Lumi Vjosa sot në ditën ndërkombëtare të mjedisit ndërmori një aksion për pastrimin e lumit Drino. Së bashku me punonjës të institucioneve që u përgjigjen thirrjes u përqendrua në vendin e quajtur Ura e Lumit, një zonë ku banorët dhe bizneset vazhdojnë të depozitojnë mbetje të ndryshme urbane dhe inerte. Për ta shkojë edhe mesazhi nga drejtoresha e kësaj zyre, Eduina Guga. Ne jemi mbledh sot, kemi bërë një thirrje që na bashkoi dhe komuniteti që jeton gjatë luginës së lumit Drino, veçanërisht ata që jetojnë afër urës së lumit. Kemi mbledhur disa institucione, fatmirësisht sot na është bashkuar dhe universiteti në këtë nismë, gjithashtu edhe disa nxënës të shkollave. Kemi edhe ndihmën e administratës rajonale të zonave të mbrojtura për të pastruar këtë zonë, e cila është një zonë që është shumë afër komunitetit që jetojnë këtu, por njëkohësisht ka edhe shumë mbetje. Bëjmë thirrje komunitetit vazhdimisht që mos t'i hedhin mbetjet e tyre pranë lumit, veçanërisht në këtë zonë që tradicionalisht është përdorur dhe për depozitimin e mbetjeve, për shkak të ekosistemit, për shkak të gjallësave që jetojnë këtu. Ne po shohim sot që lumi ende ka gjallësa dhe nuk duam që të harim në pikën që ato të degradojnë dhe të largohen totalisht këtej. Vizioni është që kjo zonë të bëhet e pastër dhe atraktive për turistët. Të zhvillohet njësoj sikur se është zhvilluar turizmi në vendet e tjera përgjatë parkut kombëtar Lumit Vjosa, dhe që të harim aty duhet ta fillojmë nga pastërtia fillimisht dhe pastaj nga krijimi i produkteve turistike që janë tërheqëse për turistët e huaj. Jemi bashkuar kolegëve tanë të Vjosës për të mbajtur ambientin sa më pastër. Një sensibilizim që duhet të gjithë së bashku, sidomos tani që është koha e turizmit për të huaj që vinë dhe ikin, që të shikojnë një ambient sa më të pastër. Kontribut në pastrimin e kësaj zone dhanë edhe nxënësit e shkollave, të cilët për kamerën tonë u shprehën. Ne po pastrojmë lumin si që po bajmë shpinë aku, ta bëjmë lumin, si të Vjosës. Mi mbledhur për të pastruar lumin Vjos edhe ta mbrojmë atë nga mbeturinat, nga gjirat. Edhe lumi Vjos ka pak muaj që është futur në UNESCO. Lumi Drino është pjesë e parkut kombëtar Vjosa së bashku me Bënçën e Shushicën. Në qarkun e Gjirokastrës, situata epidemiologjike e bagëtive mbetet e qëndrueshme dhe nën kontroll. Shërbimi veterinar vijon monitorimin në terren dhe vaksinimin sipas planit, duke garantuar mbrojtjen e tufave blegtorale. Blegtorëve u kërkohet të respektojnë kalendarin e vaksinimit për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit bujqësor dhe blegtoral.
Situata epidemiologjike e bagëtive në qarkun e Gjirokastrës vijon të mbetet e qëndrueshme dhe non kontroll. Shërbimi veterinar është nën monitorim të vazhdueshëm në terren, duke ndjekur nga afër gjendjen shëndetësore të tufave dhe duke zbatuar masat e nevojshme për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve. Sipas përgjegjeses së sektorit veterinar, Flora Zharkalli, procesi vaksinimit të bagëtive po zhvillohet sipas planifikimeve të përcaktuara. Situata epidemiologjike në qarkun Gjirokastër paraqitet e qetë, veterinerët janë duke kryer profilaksin veterinare sipas programit të miratuar. Në këtë moment e bëhet vaksinimi kundër sëmundjes së plasjes. Në qarkun Gjirokastër kemi 11 vatra aktive, nga këto 7 i kemi në Gjirokastër dhe 4 i kemi në Tepelen. Vaksinimi vazhdon sipas planifikimit dhe me ecuri normale. Zharkalli u bën thirrje të gjithë blegtorëve të respektojnë kalendarin e vaksinimeve, të bashkëpunojnë me veterinerët në terren dhe të njoftojnë menjëherë strukturat përkatëse në rast se konstatojnë shenja të dyshimta sëmundjesh tek bagëtit. Unë ju bëj thirrje gjithë fermerëve të mos i neglizhojnë masat profilaktike, të vaksinojnë kafshët kundër sëmundjes së brucelozës, pasi janë sëmundje zoonotike. Programi strategjia e brucelozën të INTA si vjet parashikon të gjithë remontin. Ta bëjnë të vaksin, të mos e refuzojnë veterinerin. Dhe veterineri është gjithnjë i gatshëm t'ju shërbej fermerëve për të mbrojtur shëndetin e njerëzve. Shërbimi veterinar siguron se mbikëqyrja e situatës do të vazhdojë pa ndërprerje, me synim për të garantuar shëndetin e bagëtive dhe mbarvajtjen e aktivitetit blegtoral në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Në manastirin e Shën Triadës në Pepel u kremtua festa e frymës së shenjtë, një nga ngjarjet më të rëndësishme fetare të zonës së Dropullit. Besimtarë nga fshatrat përreth morën pjesë në meshën tradicionale, duke ruajtur një traditë shekullore që vazhdon të mbajë gjallë vlerat shpirtërore dhe fetare të komunitetit. Manastiri Shën Triadës në Pepel të Dropullit sipër është një nga objektet e kultit më të njohura në zonë. Ai ka një histori tradite të ershme, të pasur dhe të larmishme. Çdo vit, ditën e frymës së shenjtë në Pepel zhvillohet mesa tradicionale për besimtarët e zonës dhe jo vetëm. Gjatë viteve të fundit për shkak të lëvizjeve demografike, numri i besimtarëve në festën e manastirit Pepelit po paksohet gradualisht. Gjithsesi, banorët e zonës kujtojnë me nostalgji festën disa ditore në manastirin e Pepelit para vitit 1967. Unë edhe kur isha djali vogël dhe vija këtu me prindërit e mi, kishte shumë njerëz, ishin këto allonët që i thoshin që kërcenin dhe fshati jonë kishte allonin me të madhe atje, kishte shumë njerëz, kishte shumë përgatitje dhe shumë prifterinjë që benin brenda të kisha. Edhe ai entuziazmi njerëzve në ato vite nuk mund të krahasohet me nivelin e sotëm. Fshatrave të Dropullit nga vinin njerëzit? Vinin dhe nga fshatrat përballë të Greqisë. Se manastiri ishte shumë i dëgjuar në gjithë krainën të pogonit këtu më atan të Greqisë. Gjyshi burri tim këtu ka qenë pos lejet e prift. Edhe vinte burim kur ishte 7 vjet, vinte ditë për ditë me kal. E binte në mëngjes edhe në darkë e çonte prapë në fshat. Unë këtë mbaj mend edhe vim vit për vit në këtë manastir. Ja vinte nga Koshovica? Unë jam në Koshovica. Edhe më pëlqen fshati dhe vi gjithmonë në fshat. Këtu bëj fest 4 ditëshe, e shtun, e djel, e hen dhe e martë për fshatarët. Se fshatarët, pepelotët, ditën e sotme, bënin kumand. Ishte panegir, këtu kishte 3 lema. Këtu kishte 3 lema, njëra lemë ishte Vurgu, tjetra e Bularatit, tjetra e Sotirës, tjetra e fshatit, domethënë kishte 4 lema. Megjithatë, manastiri Pepelit është monument kulture dhe janë të shumtë vizitorët e huaj që e frekuentojnë. Gatimet e gjyshes ishte aktivitet i organizuar nga Qendra Kulturore Fato Berberi me grup fëmijësh gjirokastrit. Në drejtimin e ambisës Mimoza Duka, ata morën njohuri mbi përgatitjen e disa përgatimeve të cilat spikasin në kuzhinën gjirokastrite.
Gjirokastra shquhet për gatimet speciale që prej shekush kanë ardhur deri në ditët tona fal anvisave që vazhdojnë t'i gatuajnë ato me mjeshtëri. Recetat dhe shija e tyre fantastike janë një ndër thesarët e çmuar të kuzhinës shqiptare, të cilat duhen trashëguar më tej. Një aktivitet promovues u organizua nga Qendra Kulturore Fato Berberi, ku fëmijët u përfshin në përgatitjen e disa recetave. Sot ne të bëjmë byrekun dhe do ta hapim vetë me duart tona. Do hapësh petët? Po. E ke provuar ndonjëherë tjetër? Po, bashkë me mamin. Është shumë bukur, një eksperiencë shumë e bukur, edhe ne që brez i ri do mësojmë se si të gatuajmë gatime tradicionale. Këto gatime tradicionale duhet i mësojmë edhe ne, por edhe turistët nga gjithë bota që vinë. Ne tani po zurëm brumin e byrekut, do bëjmë petët, tani po e bëjmë edhe pastaj do e fusim në sallë. Me çfarë do ta gatuani byrekun? Me djathë. Në këtë përvojë të veçantë fëmijët u drejtuan nga Anvisa Mimoza Duka. Tashmë dihet Gjirokastra ka shumë kohë që ka filluar turizmin. Krahas turistëve të huaj që po mësojnë gatime tradicionale, një risi shumë e mirë është dhe për fëmijët e vegjël. Sot ndodhem në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Këta janë të interesuar për gatimet tradicionale të Gjirokastrës, pra ta trashëgojmë brez pas brezi. Sot do mësojmë byrekun me ta, do mësojmë qifqin, do mësojmë petullat, të gjitha gatimet tradicionale. Bashkë me fëmijët e Qendrës Kulturore sot po gatuajmë gatimet tona tradicionale. Le ta mësojnë dhe fëmijët traditën e bukur të Gjirokastrës, gatimet tona të shijshme, të cilat ne i promovojmë tek të huajt, do t'u mësojmë dhe fëmijëve tanë që t'na i gatuajnë dhe ata. Aktiviteti u titullua Gatimet e gjyshes dhe synoi të kthehet në traditë nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Fato Berberi për të promovuar vlerat dhe shijet e kulinarisë tradicionale të Gjirokastrës. Prej fëmijërisë, piktura ka qenë pasioni që e ka shoqëruar 70 vjeçarin Jorgo Papa. Edhe pse tashmë në pension ai vazhdon të hedhë në telajo peizazhe, rrugica dhe copsa historie të Delvinës, duke ruajtur përmes artit kujtesën e qytetit të tij. Çdo pikturë e tij është një rrëfim i thjeshtë, por i çmuar që sjell në vëmendje bukuritë, traditat dhe identitetin e Delvinës ndër vite. Edhe pse sot është 70 vjeç, piktori delvinjot Jorgo Papa vazhdon të mbaj lapsin në duar dhe të krijojë vepra arti. Pasioni për pikturën e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij, duke e kthyer atë në një nga aktivitetet më të dashura dhe më të rëndësishme për të. Jorgo Papa tregon se talentin dhe dashurinë për pikturën e ka trashëguar nga vllai i tij, që në fëmijëri ai u njoh me botën e artit, duke gjetur frymëzim brenda familjes dhe duke zhvilluar gradualisht aftësitë e tij krijuese. Te kemi trashëgimi e kam nga vllai. Kam bërë me vjetër e me mira skica, portrete, si të mos lapsi, ne kisha të preferuar lapsin. Kam bërë me bojra vaj, me bojra uj, piktura shumë e vështirë, por me gjitha të ajo është pasion. Tani për të realizuar një piktur, mund të vejë 10 ditë, 1 muaj, 2 muaj, për shumë me Delvinën aty, lartë, Delvinë vjetër, me atë kam vajtur 3 javë. Gjatë viteve, Jorgo Papa ka realizuar 10 piktura në teknika të ndryshme, si vizatime me laps, gravura dhe piktura me bojvaj. Veprat e tij kanë zgjuar interes jo vetëm tek banorët vendas, por edhe tek vizitorë dhe ardashës të huaj. Shumica e pikturave këtu janë në laps. Në laps, po lapsin kisha të veçantë. Lapsin kisha të veçantë. Kam punuar gravurën, kam punuar bojën e vajt, më shetur shumë piktura. Të pa numër ta, nuk numërojnë, si numërën do të. Skeca kam bërë shumë, kam dalë në Saran, ati veja, do më kam ja 10-15 vjetë që nga 2000, pasaj në 2014 në sumura pasaj. Po të huajt, vinë e shikojnë studion që... Po, këtu kisha gujda, deri tani, 5.000 veta. Kam vizituar, edhe kam blerë, edhe jam shpërblerë. Dashuria për artin nuk ka mbetur vetëm tek ai. Jorgo Papa ka arritur ta transmetoj pasionin për pikturën edhe tek fëmijët dhe niprit e tij, duke bërë që tradita artistike e familjes të vazhdojë edhe në brezat e rinj. Këtë edhe ditë djemtë e mie kam në Amerikë, tjetër është djali është në Angli, edhe ata pikturojnë gjithashtu edhe vajza e vajzës, edhe ajo pikturon.
Në moshën 70 vjeçare, Jorgu Papa mbetet një shembull i gjallë i përkushtimit ndaj artit, me lapsin dhe penelin gjithmonë pranë. Ai vazhdon të krijojë dhe frymëzoi brezat e rinj, duke dëshmuar se pasioni i vërtet për artin nuk njeh moshë dhe nuk shuhet kurrë. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.